Ka nisur paraditën e së shtunës festivali ndërkombëtar i karnavaleve në Korçë. Grupe karnavalesh të huaja por edhe vendase kanë kryer një paradë përgjatë zonës këmbësore të qytetit, duke përcjell shumë gëzim dhe hare. Ky është edicioni 18 i këtij festivali, i cili sjell një sër risish e surprizash. Korça çdo vit bën më të mirën që eventi i karnavalet të Korçës të kthehet në një event turistik dhe padyshim që gjithë Shqipëria të ketë syt këtu. Unë jam shumë e lumtur që këtë vit përveç grupeve të Korçës që janë përgatitur me shumë dashuri, janë maska të reja, janë personazhe të reja. Qyteti sot do të jetë një fest të papar. Ne jemi nga Polonia, jemi shumë të lumtur që kemi ardhur dhe do të kërcejmë për popullin shqiptar. Ne jemi veshur si arushi panda, vim për herë të parë në Korçë dhe do i sillim gëzim njerëzve dhe veçanërisht fëmijëve. Ne jemi nga Bullgaria. Ajo që ne bëjmë është të largojmë shpirtrat e këqij nëpërmjet zileve. Pra gjatë gjithë vitit të mos ketë energji të këqija. Ajo që kemi sjell këtu është një dasmë sipas traditës bullgare dhe me kërcime tradicionale. Pra jemi duke rikujtuar një dasmë bullgare me nusen, dhëndrin dhe çdo tjetër. Këtu kemi dhe priftin që bekon çdo. Ne vim nga Ptolemaida, jemi përfaqësueset e Greqisë. Ne kemi risjell pas 70 vitesh traditën e karnavaleve, duke marrë shembull nga ju. Jemi një grup me profesion piktor dhe kishim dëshirë të vinim edhe në këtë festival në Korçë. Eventi kryesor i karnavaleve do të zhvillohet pas ditën e së shtunës e deri vonë në mbrëmje, kur të gjitha grupet do të kryejnë paradën tradicionale përgjatë bulevardeve të qytetit të Korçës për të kulmuar në një parti karnaval që do të zhvillohet në zonën e Pazarit të Vjetër.